Në galerinë Oda në qytetin e Shkodrës u qel një ekspozit krejt e veçantë dhe ndryshe. Qyteti që më rri në sy, e Rozafa Shpuzës, sjell një prezantim që shkon përtej një ekspozite të zakonshme. Ajo vjen si një rrëfim i heshtur, i ndërtuar ndër vite. Portrete, autoportrete, lagje, rrugica të kryeqendrës së Veriut, të cilat kanë shkruar histori, kanë ndërtuar ngjarje dhe identitet, janë fokusuar nga aparati i artistes duke krijuar një dialog ndryshe me publikun. Shpuza e përshkruan këtë moment si një përjetim të veçantë, ku ndërthuren ndjenja malli, pasigurie dhe dashurie. Galeria Oda ka 5 vjet që është hap, ka prit artista nga disa vende të botës, por unë është hera e parë që hapi këtu dhe është një emocion i veçantë për mua. Unë kam sjell Shkodrën, kam sjell qytetin tim. Normal nëpërmjet synit ka dhe autoportrete, pra jam unë përballë qytetit. Prandaj edhe ekspozita titullohet Qyteti që më rrin në sy. Një ekspozit ndoshta jubilare, është po festohet një 5 vjetor i Galerisë Oda, e ku ka më mirë me e festu me një ekspozit personale. Këto janë ndoshta fotografi të paraqitura në disa ekspozita ndërkombëtare, janë mbledh me kalimin e kohës, janë printuar edhe të reja me rastin e kësaj ekspozitet, po si bazë. Unë për këtë du me falenderua dhe kuratorin e kësaj ekspozite që është Mirë Juka. Si bazë është cikli i qytetit. Janë çadrat, bicikletat, janë fëmijët, janë fshatarë që shesin atje në fush. Pra, ka copza qytetit që të gjitha bashkë bajnë një mozaik që them që është i larmishëm. Ekspozita përfaqëson një kthim të brendshëm tek vetja. Një rikthim në pikën e nisjes, aty ku gjithçka ka filluar. Punët e ekspozuara mbartin kujtime, përjetime dhe reflektime të akumuluara ndër vite. Kjo qasje ndoshta mes fotografisë dhe një syri tjetër, një këndvështrimi tjetër, bani të mujtën këtë lloj kombinimi. Galeria Oda është një galeri shumë aktive, kryes vërtet, është një paralele e mirë e galerisë zyrtare të qytetit dhe kanë gjetë shpesh tek Rozafa shumë artist mbështetjen, po sonte është ajo që kërkon vëmendjen dhe kjo është një pikë interesante ku mbledh atë çfarë ka mbjell në kohë. Qyteti që më rri në sy vjen si një dëshmi e lidhjes së fortë mes artistes dhe qytetit të saj, një rrugtim emocional që tashmë ndahet edhe me publikun në një formë më të hapur e më të sinqertë.